Sot vëllezër të ndershëm do të ndalmi pak me shtillën e Islamit, që pak e shtill uruna Zot veprat ibadete që i krijen Allahut Azza wa Jell janë të boshta, të papranuara apo të refuzuara, siç ka ardhur me hadithin e pejgamberit Allahut që transmeton Imam Buhariu, që thot pejgamberi Allahut që gjithë kanë për të hinë në xhennet, vetëm ata që refuzojnë. Të gjithë do të bëhen banor të xhennetit nga muslimanët, përveç se ata që nuk dëshirojnë të jenë pjesëmarrë në xhennetin e Allahut. Kur e ndëgjuan shokët e pejgamberit Allahut këtë thonjë nga pejgamberi Allahut, u çuditën dhe thanë: se a ka në mesin tonë dikush që nuk ka dëshirë të jenë në xhennetin e Allahut? Pra ndëgjoni me vëmendje dhe do ta kuptoni se nga ummeti pejgamberit Allahut ka shumë njerëz që pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allahut, megjithatë nuk dëshirojnë të jenë pjesëmarrës në xhennetin e Allahut. Tha pejgamberi Allahut: men atani dakhala al-janna wa men asani faqad aba. Ai që mbindet mu, ai që më pason mu, ai që më respekton dëgjon, mu është nga ato që donë të hinë xhennetin e Allahut. Ndërsa ai i cili nuk i bindet pejgamberit Allahut, dhe ai i cili nuk e ndëgjon dhe nuk e respekton sunnetin e pejgamberit Allahut, është i privuar, i dëbuar nga xhenneti i Allahut. Allahu na ruaj. Pra të vëllezër të ndershëm, ka ardhur transmetime të shumta tek fjala e Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu në Kur'anin e Kerim: huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu krijoi vdekjen dhe jetën. E përmeni Allahu vdekjen para jetës, se vdekja është më afër se sa jetës, dhe jetës i ka parapari vdekja. Pse Allahu Azza wa Jall e krijoi jetën? Thot Allahu Azza wa Jall: juve për ju shtin në imtihan me ju sprovu. Me çfarë sprove deshti Allahu Azza wa Jall në këtë jetë neve të na sprovoj? Thot: liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Për me ju sprovu cili nga ju është ma vepër mirë. S'ka thonë Allahu Azza wa Jall për ju sprovu juve cili ma shumë vepron në vepra, po cili është ma vepër mirë. Në komentin e këtij ajeti ka nga Ummu Seleme, po transmeton nga Fudejl ibn Iyad, i cili thot: ndëgjoni vëllezër të ndershëm këtë të cilën transmetohet me vëmendje dhe kushtoni rëndësi, për shkak se nëse e neglizhoni këtë, keni me dalë para Allahut Azza wa Jall runa Zot ditën e Kiametit, ndoshta me namaz sa kodrat, mirë po namazi jon ka muna hedh në ftyrën tonë. Kemi me dalë para Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit me vepra madhore, madhështore, mirë po veprat tona runa Zot ndoshta kanë me na u bohi, ndërsa nëse ne nuk i kushtojmë rëndësi kësaj që transmetohet nga Fudejl ibn Iyad, i cili thot se veprat e Allahut nuk pranohet nëse nuk i përmbush di kritere. Veprat e Allahut nuk pranohet se Allahu nuk ka nevojë për veprën tonë. Allahu ka qitë kushte, vëllezër të ndershëm. Ti mjeshtrit tanë dovarin e shtremt nuk ja pranon. Mjeshtrit tanë detyrën që e krijnë shpeshherë ja refuzon. Kush je ti që ja obligon Zotit tanë që veprën tonë Allahu me ta pranu, kurse ai të ka paralajmëru se ti ke anë këtë jetë, jo vetëm që të lodhër të raskapitësh, mirë po Allahu Azza wa Jall, si thot pejgamberi Allahut, Allahu e don një rob kur ta krijë në veprën e vet e përsos. Si përsosët vepra, e dini vëllezër të ndershëm, me këto di kritere. Thot Fudejl ibn Iyad: Allahu nuk e pranon veprën nëse nuk është për Allah, nuk është e sinqertë. Pra çdo vepër nëse e ban të njerëz që të lavdërojnë, çdo vepër që e krijen vëllezër të ndershëm që njerëzit të përmenin, çdo kush që krijnë vepër për famë dhe për mendje, nuk pranohet te Allahu Azza wa Jall.
nga se thot pejgamberi Allahut, ai që e ban një vepër qoftë edhe nëse ai ibadet madhështor i dashur te Allahu azza wa jall, a ka ibadet më madhështor se njeriu me dal në xhihad në rrugën e Allahut azza wa jall? Pra nëse njeriu në ditën e Kiametit llogaritet, po nga të parë që llogaritën ditën e Kiametit, siç transmeton Ebu Hurajra, janë të relloj njerëz, njëri nga ato vëllezër të ndershëm, ai që ka flijuan ka vdekën në xhihad në luftë. Dhe Allahu azza wa jalla e pyet këta të parin, çka ke bën për mua? Ta ja rap, ta e kam fliju vetën time, si që ke i porosit për të ke erujt vatanin tim, ta ke dhep ke rejt. Ti ke luftu vërtet dhe ke vdekën mirë, po nuk ke luftu për Allahun tanë, po ti ke luftuan që ta ndërtojnë një përmendorë. Ti ke luftu që të shkruajnë hero, ti ke luftu për me tregu të rimari, ti ke luftu për mu hakmar, nuk e ke pas një jetin për Allahun tanë. Pastaj thot pejgamberi Allahut, pyet dhe dietar dhe hoxhallar që kanë studiu me vite pastaj dhe kanë fol, kanë predikuan në mimberin e pejgamberit Allahut, jo çfarë keni bë për mua? Tha ja Arab, dhe na kemi tregu dhe nuk kemi mshe asgjë që kemi mësuan në Kur'an dhe Sunnet. Thot ke dheptëm, keni rrejt, jo keni fol vërtet mirë, po keni pas dëshirë që juve t'ja bojnë me gisht, që përmenin njerëzit t'ja bojnë like. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm dhe pyetët pasanikut, ti çka ke botat që ta kam dhon unë ti? Tha ja Arab, ta kam dhon gjallta dhe majtas. Tha ti ke dhon vërtet, ama ke pas dëshirë që të shënohet emnijot të përmendesh në media se ke bo këtë? Tha këto janë të parë që dhezët zjarmi xhenemit. Pra çdo vepër që nuk është për Allah, te Allahu nuk pranon.